Një pjesë e rëndësishme e arsimit profesional është edhe praktika. Gentian Boçi, drejtuesi i Shkollës Industriale Pavarësia, tregon se nxënësit e kësaj shkolle, krahas ushtrimit të praktikës në ambientet e shkollës, bëjnë praktik edhe në bizneset e qytetit. Boçi thos se ky lloj arsimi dual i ndihmon nxënësit të aftësohen profesionalisht dhe të jenë nesër të aftë në profesionin që zotrojnë, të aftë për tregun e punës. Në shkollën tonë, gjysma e nxënësve bëjnë praktikën në biznes. Dhe këtu po flasim për klasën e 11 të 12. Klasa e 10 që vjen nga shkolla 9-vjeçare pa aftësi profesionale dhe klasa e 13 që për shkak të programit, sepse ata dalin teknik menaxher, mësojnë menaxhimin e biznesit, e bëjnë praktikën në shkollë. Janë pikërisht këto dy kategoritë të cilat ne i angazhojmë me projekte në shkollë dhe fillon projekti që nga hartimi, llogaritja e materialeve, gjetja e modeleve, po edhe modifikimi i modeleve, pasi ka modele të cilat ne i marrim të gatshme, po që nuk për shkak të edhe të temave mësimore, po edhe të makinerive, ne duhet i modifikojmë përpara se ja ti vendosim në qytet, po edhe për të qenë më solid, karshi erës, karshi motit, kështu që ne na duhet gjithmonë të bëjmë modifikime, gjë që e bëjmë me nxënësit vitit 4. Me vitin e parë bëjmë gjërat fillestare të cilët ata duhet të mësojnë, ndërsa klasa e 11-12 në përgjithësi në masën mbi 60% bën praktik në biznes, të cilët janë rreth 80 në qytetin e Vlorës, të cilët kanë bashkëpunim me shkollën industriale. Nga viti në vit në këtë shkollë është në rritje edhe numri i bizneseve të reja, të cilat janë partnere. Gentian Boçi thos se bizneset partnere janë përzgjedhur që t'i përshtaten degëve dhe kurikulave mësimore të kësaj shkolle. Praktika në biznes i ndihmon nxënësit të përshtaten dhe të njohin metoda të reja pune, por edhe të përshtaten me teknologjinë. Gjithashtu i përshtasin në marrëdhëniet në grup apo edhe në shërbimin ndaj klientit. Çdo vit shtojmë gamën e biznese, po njëkohësisht bëjmë edhe jo vetëm zgjerimin, po edhe përzgjedhjen e bizneseve. Ne tashmë jemi në një fazë që në 80% të bizneseve të Vlorës, drejtues apo pronar janë ish nxënësit e shkollës tonë. Dhe në varësi dhe të drejtimeve dhe profileve që ne zgjedhim çdo vit të caktuar, ne na duhen dhe bizneset të reja për shkak të profileve të reja që ne fusim brenda një profesioni. Ne vërtet shumë mund vazhdojmë e quajmë mekanik i përgjithshëm, po te mekanika e përgjithshme apo te elektroteknika apo në degët e tjera kanë dalë profile të reja, të cilat biznesi për shkak edhe të interesit të tij i fut më njëherë në prodhim, në montim, në prodhim. Kështu që ne për këto profile të reja apo drejtime të reja jemi detyruar të bashkëpunojmë me biznesin, pasi biznesi si kudo në botë është shumë hapa përpara shkollës për shkak të teknologjisë. Pastaj vajtja në biznes ka dhe ca përfitime të tjera për nxënësit, pasi nxënësi mësohet në punën në grup, jo se nuk mësohet në shkollë, se dhe në shkollë për grup punojmë, po ai grupit e biznesit ka një mbikëqyrës, një drejtues po e quaj të grupit të punës, po mëson marrëdhënien me klientin, po mëson të bëj atë preventimin, të gjej rrugën më të mirë për të arritur një rezultat të caktuar, për të mbaruar një punë, mëson dhe pak nga menaxhimi i biznesit. Të gjitha këto shkojnë plus njohurive të shkollës, edhe ndihma e biznesit, bën që pas vitit 4 nxënësit e shkollës të jenë të gatshëm për profesionin. Ky lloj praktike që bëjnë në biznese ju siguron nxënësve në të ardhmen jo vetëm një profesion, por edhe një vend të sigurt pune. Shumë prej nxënësve punësojnë në bizneset që kryejnë praktikën, të tjerë në bizneset të ndryshme të qytetit, por edhe disa hapin vet apo edhe me një grup shokësh bizneset e tyre personale.